Ushqimi i preferuar i Vladimir Putinit është zbuluar nga shefi i kuzhinës i famshëm italian Mirko Zago, i cili ka gatuar disa herë për presidentin rus. Sipas shefit të kuzhinës, Mirko, shefi i Kremlinit preferon gatimet tradicionale, ndërsa Medvedev është një gjerman i vërtet. Putin nuk ha shumë, veçanërisht nëse është një ngjarje e veçantë publike, por kur organizoja bankete javore për pjesëmarrësit në grupet antiterroriste, ai relaksohej dhe shijonte mish me erza. Mochi është një proshut dhije nga Italia veriore që thahet në ajër. Ai rrëfen edhe dy situatat pa harrueshme me kreun e Kremlinit për mediat ruse. Më kujtohet me kënaqësi herën e dytë që më ftua në sallë. Ishte qesharake, sepse kishte gazetar nga e gjithë bota, madje edhe një grua italiane. Kur ajo më lavdëroi me zot lart në gjuhën italiane, ja tregova Putinit dhe të gjithëve dhe përfshir edhe atë qeshën me të madhe. Zago përgatiti gjithashtu specialitete me rastin e 50 vjetorit Dmitri Medvedev dhe ishte pjesë e ekipit të shefave të kuzhinës në festimin e 18 vjetorit të djalit të tij.